Është në natyrën e njeriut që t'i këmbej me njëri tjetrin informacionet që merr gjatë ditës. Dhe këta njerëz që arrin t'i përdorin shumë mirë këto informacione, janë njerëz suksesi dhe njerëz që janë krijues. Dhe ne këto dy cilësi nuk na kanë munguar kur këtu në Portokalli. Le të shohim se si i kemi burimet e informacionit sot këtu. Një det me info. Mirë mbrëma të gjithë E pra, mirë mbrëma të nderuar televizionistë. Oj, sup! Ku jam qefë, vla? Oj, sup! Po! Oj, Isuf, Isuf. Isuf, jam unë në transmetim live, kështu që të lutem, mirë mbrëma të nderuar teleshikues, fillojmë... Fillojmë pa humbur kopsën, pa humbur kohën, me parashikimin motit politik. Ja pra, shef që më thire mu për motin, ja? Jo, nuk të kam thirë, nuk të kam thirur sepse thirjet anti-shqiptare kanë gjallur me një reagimin e me njershëm të Tiranës zyrtare që sot në mbrëmje. Mirë mbrëma dashurmiq dhe mirë se erdhët në emision. Në emisionin më të ndjekur në epokën tonë, parashikimi i motit me që s'kam dalë akoma në pension. Edhe me që jemi të pleqt, Gazeta Pleqëria shkruan, nuset e djemve me delikates dhe gjithë dashuri, i thyen bastuni në kokë një plake të gjorë. Me që jemi të plakat. Një përshëndetje për gjithë pleqt dhe plakat e gjora, të cilave javës që shkoj thash që moti do ngroj, do kishe djellë dhe do rriteshin temperaturat. Po ja që rashi, qa me bë? Do dhe kësholla, kur na e fut qeveria, qa o bo se na e fut i moti, e për edhe shë. Ndërko që ky bum reshjesh... Gazeta Bumi Ekonomik shkruan një grup biznesmenë shkërkojnë me koncension stadiumin Dinamo. Por Berisha reagon, stadiumi Dinamo nuk do të jepet, pasi e duam të jetë plot me ujë që turistët ta vizitojnë atë si amfiteatër romak. Në zonat malore, kodrinore, fushore, lumore, liqenore, për sidomos në ato pyjore... Baktive do t'ju bëhet vaksinimi nga buqet. Nga bruqetor, nga... Qasu? Nga bruqeloza. E pra. Sasia më e madhe e reshjeve dashurmiqe që regjistruar në zonën e Gjoksit të Lalzit... Dhe me që jemi të zona hajde të Lali... Lalzit... Hajde... Pra, unë po kaloj me njerë të gazeta turistike e Gjiri i Lalzit. Kjo gazetë shkruan bas takimit me Tarama, që u konsumuan disa njala, u vendos që populli t'i jepet njala më e madhe. Por ajo të dashurmiq që më bën më shumë përshtypje mua, është se si me gjithë të stasi të madhe reshjeve nuk u blokua as një rrugë në Shkodër, më vlla, që ka mundësi. E me që jemi të blokimi rrugësh, rruga që të qonë për në malin e Dajtit, lajmëron Gazeta Presidenca. Për 4 orët në vazhdim, rruga do t'jete blokuar pasi presidenti ashtu do të hajë një drek. Dhe gjatë kohës që do hajë drekë, do pyesi batigarët e vetë, si do jetë moti për javën që vjen? Moti për javën që vjen do jetë komplet legend. Të hënën, shi, të martën, shi, të mërkurën, shi, të ejnëten, shi, të premten, shi, të shtunën. Shi, Gazeta Veterani, qëfar shkruan, Në Gazetën Veterani shkruhet si kapëm rob një italian në malin e robit. Por e lëshuam se ishte rob zoti. Dhe me këtë lajm Isuf, unë them që të dy, publiku besoj është dakord që ne të bëjmë pace. Pace. Pace, Isuf, pace. Pace, pra? Pace, më vlla, peace. Jo, pace komësh, vlla. Im dhe nga i gotë raki. Shi.
Po, dakord ti? Pace? Pace. Për më tepër klikoni në www.dobishi.com.